Kënga s'ndalet e brohoritjet një ashtu. Shpres plot u mlodhen për fitore bindse. Qindra tifoz kosovare të huaj dolën në sheshin Zahir Pajaziti për të parë përjetuar ndeshjen e kombëtares së Kosovës kundër Slovakisë. Për ta këtu u vendos një monitor gjigant që solli transmetim direkt e emocionin nga stadiumi i Bratislavës në zemër të Prishtinës. Gjithë kjo organizuar nga KD Events në bashkëpunim me Digital, Art Motion, Komunën e Prishtinës dhe Federatën e Futbollit. Jemi përgatitur edhe për ditën e martë me ndeshjen me Turqinë ose me Rumaninë. Jemi shumë bindur që sot po fitojmë, andaj edhe jemi përgatitur edhe për kundër kohës, domethënë gjithçka nuk do të ndalet, do të vazhdon deri në minutën e fundit. Uroj fitoren e madhe. Minutat po i afroheshin nisjes së ndeshjes se edhe atmosfera bëhej më e zjarrt. Pritshmëritë për epërsin znguronin t'i shprehnin me bindje. Të besoj se Kosova fiton 2-1 dhe gollat ishin në Albion Hajdari dhe Fisnik Aslani. Suksesi edhe ndodhi, Dardanët shkruan historinë duke mboshtur ekipin kundërshtar me rezultat 3-4. Me këtë fitore ata i hapën rrugë vetës që t'i afrohen veç një hap larg kualifikimit në botror. Me rëndësi fitum, s'ka rëndësi Kosova, Shqipnia një jena, një fitore për 2 kombet. Finalja e play-offit kundrej Turqisë zhvillohet të martën në stadiumin Fadel Vokri. E tifozët turq në Kosovë i urojnë të dy ekipet duke mos i ndarë. Jam i lumtur që Kosova ka fituar, kemi ardhur për ta parë. Unë pres edhe nga Kosova, edhe nga Turqia të luajnë fuqishëm javën e ardhshme. Është e vështirë ta them cila fiton, sepse Turqinë e kam shtet am, e Kosovën e kam në zemër. Por edhe nga një shtet tjetër, Kosovës ja uruan fitoren. Erdha për ta parë ndeshjen e vëllezërve tanë, u gëzova për suksesin e tyre, le të dalin fitimtar deri në fund. Rrjedha e lojës në Bratislav filloi me epërsinë e Nikoqerve, por s'shkoi gjatë e rezultati u barazua. Megjithatë, slovakët arritën të riktheheshin në lojë sërish në fund të pjesës së parë, duke shënuar për 2-1. E me të nisur pjesa e dytë Fisnik Aslani barazoi, pas tij golat e Florent Musliaj e Kreshnik Avdia i siguruan fitoren e Kosovës dhe afruan atë veç një hap larg botrorit.